Të nderuara deputete, të nderuar deputet, konstatoj se në salë janë të pranishëm 111 deputet, kemi quorum, andaj vazhdojmë me pikën e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive, me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dhe 21 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj Listën Sërbe të propozoj një antar për antar të komisionit, një deputet, ftoj AK-Nismën që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e tre deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka pasur, abstenim po ashtu nuk ka pasur, ndërpritet seanca shihemi me 25 maj në orën 11 sërish.